qytetarët presin që ne të procedojmë sa më shpejt me byron për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, sepse lufta kundër korrupsionit nuk është një kapitull që hapet dhe mbyllet sipas nevojës politike, por është një vije pa ndërprerë që ndon drejtësinë nga padrejtësia. Diçka që qytetarët pa dallim partie e kërkojnë dhe e mirëpresin. Nëse qytetarët e mirëpresin, nuk ka arsye që partitë mos ta mbështesin. Ne nuk kemi ardhur këtu për të menaxhuar një realitet deformuar, por jemi përgjegjës për ta ndryshuar pozitivisht atë. Dhe ndryshimi fillon aty ku shteti e bën të qartë se çdo cent i keq përdorur nga zyrtarët publik duhet t'i kthehet atij që i takon pra qytetarit. Nëse qytetari i zakonshëm duhet të jap llogari për çdo cent që fiton, atëherë edhe ai që është pasuruar në mënyrë të pajustifikueshme duhet të jap përgjigje për çdo euro që ka abuzuar. Këtë nuk e bëjmë si një akt hakmarrje, por si një akt barazie, sepse një shtet që nuk i dënon të fortit e padrejt, në fakt i braktis të dobtit çdo ditë. Nëse i kërkojmë tatimin secilit që punon me djers në boll e me mund fizik a intelektual, dhe vjen i raskapitur çdo mbrëmje, atëherë cila është arsye që të mos kërkojmë nga ata që pa asnjë përpjekje i qel mëngjesit pasuruar?